Përshëndetje miq. Pra, këtë video po e bëjmë disi ndryshe, ku era po fryn dhe shiu ka fillu të bij pak. Numri që të flasim sot. Pra, numri 22. I njohur si arkitekti i fshehtë i universit. Në kinën e lashtë, 22 net hënore shiheshin si koha e shenjtë, kur qielli dhe toka hapnin një dritare të padukshme. Vetëm të zgjedhurit mund ta përdornin këtë çast për të kërkuar udhëzime hyjnore. Në Indi, 22 është ritmi i frymarrjes së medituesit. Ata thoshin, kush arrin 22 frym pa asnjë mendim, prek pragun e ndriçimit. Pra, është hapi i parë drejt mokshës, sqarimit të shpirtit. Në Armeninë e lashtë, pasi dihet Armenia është një ndër shtetet më të vjetra, pembujt pagan kishin 22 gurë të vendosur në rreth. Çdo gur mbante një simbol të universit, diellin, hënën, njeriu, kafshë, etj. Vetëm kur shihje të 22 gurët së bashku, shfaqej rrethi i fshehtë i jetës. Në Iliri, pra para arsit tanë, 22 ishte numri i rrugëve që dërgonin tek qyteti të parëve. Një vend mitik i shpirtrave pas vdekjes. Çdo udhë ishte një provë, një portë, ku shpirti duhej të kalonte mes kujtesës dhe harresë. Tek po bëjmë videon në era po na e fryj kamerë shpesh. Në Rusi, mistikët flitet për 22 shkallë padukshme të shpirtit. Çdo njeri ngjitet ose zbret këtë shkallë pa e ditur, sipas veprave dhe mendimeve të tij. Vetëm shenjtorët arrin të shohin të gjitha shkallët. Në kabalën hebraike, 22 nuk janë vetëm shkronjat e shenjtë, por uria e Zotit për njeriu. 22 rrugë janë mbështetjet që njeriu duhet t'i mbush me dashuri dhe dritë për të rikrijuar ekuilibrin e këtij bote. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shikoni videot e tjera, ju përshëndet.